Mendon që Putini i ka punët mirë në raport me elitat e ruse, në kuptimin me lobet e interesit, aparati, deep state i ruse, nuk ka deep state vetëm Amerika, deep state ka dhe Rusia. Pra, do më thënë, e shojnë atë ende si karta fitimtare e sistemit rus, apo ka filluar të lëkundet besimi mbi aftësinë e tij si komandant i përgjithshëm dhe si timonier, po themi, i Rusisë nga ana gjeopolitike dhe nga ana interesave të Rusisë. Në sistemin rus nuk ka asnjë elit që dalë kundër Putinit. Pra, sistemi është në mënyrë të nëndeshme, flasim gjithmonë. Sistemi është ndërtuar i tillë në 25 vjet e fundit që gjitha lidhjet fillojnë nga Putini dhe zgjaten poshtë. Pra, nuk ka asgjë përtej Putinit. Dhe gjitha elita ruse që është krijuar në 25 vjet e fundit e merr gjithë fuqinë drejt nga pushteti që është i Putinit. Dhe të gjithë janë në shërbim të Putinit. Pra, është një sistem që është krejtësisht ndryshe nga perëndimi, në kuptimin që një person mund të jetë, le të themi, oligark, por në momentin që shteti ka nevojë për pasurinë e tij, ai është në dispozicion të shtetit. Pra, të gjithë janë në dispozicion të shtetit dhe jo shteti në dispozicion të tyre. Ky është dallimi. Edhe kisha ruse? Po, edhe kisha ruse të gjithë janë në dispozicion të shtetit, sepse kështu është ndërtuar sistemi 25 vjet. Ose shteti në dispozicion të kishës në ortodoksi. Dhe tjetra është fakti që edhe nëse, më fal, nëse po themi, elitat bien dakord ose i shprehin se të dyshimin që lideri suprem nuk është mirë, e likuidojnë. Po, ky është një sistem që ndodhe kundërta. Se në Rusi nuk ka shkakin nga likuidim. Ky është një sistem që ndodhe kundërta, nuk kanë elitat. Jo, është e vërtetë. Nuk janë elitat që likuidojnë. Do bëjnë gjyq. Ata kanë likuiduar. Ndodhe aksident, ndodhe gjëra, ndodhe infakt, elmin. Është një sistem që ndodhe kundërta. Nuk janë elitat që likuidojnë në këtë sistem që ka ndërtuar Putini, që likuidojnë kreun, është kreu që likuidon elitat. Kjo është ajo që ka ndodhur në vitet e fundit. Pra janë elitat që kanë likuiduar. Ky është një proces pafund. Ky është një proces sepse shteti në 25 vjet të fundit është ndërtuar një sistem të tillë, i cili ka qenë krejtësisht ndryshem nga ai i Jelcinit. Tjetra e dyta është fakti që Putin për momentin sakrificat që ka bërë në luftën në Ukrainë nuk janë duke u ndjerë në shoqërinë ruse. Dhe sa më shumë Ukraina godet me dronë brenda Rusisë, aq më shumë populli rus do jetë pro luftës në Ukrainë dhe do të jetë pro narrativës si jep pushteti brenda Rusisë.